Historia e njeriut fillon me një mësim të madh, me një gabim dhe me një pendim. Në qendër të kësaj historie qëndron babai ynë, Ademi alayhis salam, i krijuar nga Allahu i lartësuar, i nderuar me secilën nga me lajket që u përulën, por qësërisht bëri një gabim që nuk e bëri për shkak të mosbindjes, por për shkak të haresës, siç është natyra e bijve të tij. Për më i madh se gabimi ishte pendimi, më i bukur se rëshqitja ishte ngritja e tij me fjalët që Allahu vetë ia mësoi. Dhe aty nis rrugtimi i mëshirës hyjnore që do të vazhdoj për çdo njeri deri në ditën e gjykimit. Allah subhanahu wa taala pasi e krijoi Ademin alayhis salam dhe bashkë me nevojën që i erdhi Ademit alayhis salam ja krijoi dhe havën nga ai. Ademi alayhis salam me jetën e tij në xhennet, pavarësisht gjitha të mirave që i posedonte, rrëshqitjen e diçka që nuk është dashur të rrëshqitej, mirë po ai ishte caktim nga caktimet e Allahut subhanahu wa taala. Nga ana tjetër, për me tregu ata që ne jemi në natyrshmëri, harresën e tij dhe gabimin që e ka bërë. Mirë po ky nuk ishte fundi i tij. Ky ishte vetëm një fillim që do të vazhdojnë pastaj krijesat që vinë pas Ademit alayhis salam bijt e tij deri në ditën e gjykimit. Andaj Allah subhanahu wa taala i mësoi Ademit alayhis salam mënyrën e duhur dhe rrugën se cilën rrugë duhet me ecë për me rikthy ata që Allahu e donte nga Ademi alayhis salam. Allah subhanahu wa taala i tregoi Ademit alayhis salam se pavarësisht se çfarë ke bë, ekziston gjithmonë një kthim. E ai kthim është ata që esenca e krijimtarisë është pendimi te Allah subhanahu wa taala. Andaj dhe Allah subhanahu wa taala ja mësoi disa fjalë Ademit alayhis salam, e që për ulshmëria e tij, pendimi kthimi te Allahu e bënën që Allahu me fal ata dhe në të njëjtën kohë me mësuar ne se si duhet më kthy te Allahu fuqiplot. Andaj Ademi alayhis salam na mësoi neve ata që Allahu e kishte mësuar ata. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ademi alayhis salam i përulur me një pendim të sinqert, me një keqardhje të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala për atë çfarë kishte bërë, i tha Allahut: "O Allah, ne i kemi bërë zullum vetes tonë. Ne e kemi tepruar ata që s'është dashur me tepru. Ne e bëm një gabim të caktuar. Andaj o Allah, nëse ti nuk na mëshiron dhe nuk na fal, atëherë ne kena më shkatru." Që nuk kupton, mëshira e Allahut është ajo që na bën neve gjallë, falja e Allahut është ajo që neve na bën me jetu si duhet një jetë të denjtë. Mirë po, Allah subhanahu wa taala ka ana tjetër, nuk kërkon nga ne që mos jemi gabimtar. Allahu kërkon që ne më u pendu dhe më kthy te Allahu ashtu sikur se u kthye Ademi alayhis salam dhe Hava, babai dhe nëna e njerëzimit. Andaj këtë rrugë ne duhet me ndjek. Pavarësisht sa kena bërë gabime, pavarësisht sa jemi të zhytur në ata që nuk duhet më zhyt, te Allahu gjithmonë ekziston një mikpritje nga Allah subhanahu wa taala për robërit e tij, e sikur se Allahu don që ai i cili pendohet, Allah subhanahu wa taala e pastron prej gjithë atyre që i ka bë, e fal dhe ja shumë fishon të mirat me një pendim të sinqert, atëherë Allahu e don pendimin pavarësisht gabimeve që ne i bëjmë.